Po ai djali është veç në ndalim një 40 orë. Po. U ka dyshuar për kanosit zyrtarëve policorë, kishte me dalë me gjujt një polic, kështu është në po aty më shumë janë pjesë shakace që kanë bërë tani me vetin, biseda shokë në me vetë atim. E tash janë trujt me aty në telefon, më shumë ka pas biseda si hajgare, si ky djali është pronar një restoranti, e t'ja përcjell ta vazhdimisht punëtor, që janë kanë narrativ aty persona tjerë për të vrasje, e që t'ja përcjell punëtor vazhdimisht policia, ky si mshej shakasi ka thonë me therat e Enrikin, që ka gjujt, ka panë pojtën të vrasi, kështë me therat e Enrikin për me dalë me gjujt polic, kështë edhe me largu se i kanë lodhë punëtor, dhe tash përshet pjesë e kanë dalu një 40 orë. Po, që në punës, kjo Belmando Pali, Simon Tahiri, tash unë e kam këtë Simon Tahirin, përse të vrasi, pa nuk ka të bëj me polic, ka të bëj me të polë tjera. Po, kodët të në ekzaminimit telefonat të tash kanë rast ta polic komunikimet e kejtë sot që Okej. Ky që ja kanë nxjerrë biseda ç'është ka emrin nëse kishte mujt mendoj me neve? Ky Belmando Pali. Belmando Pali. Po, ky Belmando Pali ju ka caktuar stash para burgimit 30 ditë. 30 ditë. Okej, edhe për ky është për vrasjen për vrasje trondës, në tentativë ky. Ky Belmando. Po. Domethënë përveç kërcënimit pa është i dyshuar edhe për vrasjen tentativë. Jo, kërcënim Belmando Pali, këtë qëtë është Dominik David Nishi, është këtë qëtë është ndalë. Si të janë përzitash procedurat për ekzaminimit telefona, o këto janë bota shumë procedura. Së ta është pak problem në për ju me kuptu, se në më të pari kemë pasë Belmando Pali, Simon Tahiri edhe Enrik Berisha janë konë dyshu për të në vrasje, do persona. Kër kanë marrë telefonin ekzaminim këti Belmando Palit, atë kanë dalë së përgjimet, kanë dalë bisedat e policë dhe me këta që i kanë dhënë informacione këtune që ku gjindën policia për më mshef, sa me i për policia, sa kupton. Atë ndërku, kanë dalë edhe bisedat e tash që kam këtë klientin, këtë tash për sulëm ndaj për kanosin ndaj personit zërtar, që ka bisedu me këtë Belmando në Snapchat, që me dalë me thirë që të rikin që ka bërë këtë të vrasën ndaj një personi, me thirë të remin gjujtë që një farë policia aty. E tash kjo për që ato shka kanë gjithë në telefon, tash i kanë lidhë procedurët. E polici kjo që është tashti, është një polici tjetër kjo që është kanë kërku mos tashti në gjukatë, që ka bisedu me këta. Po. Që kjo polici që është patë kjo jam një farë Hasanaj, që kjo gjalli Hasanaj, polici në bjemëri Hasanaj.